Koha po na jep të drejtë për betejën tonë, jo për karrige, por për parime, sidomos mbas 9 shtatorit 2021. U bë një betejë e madhe, u anatemuam, u përçmuam, u sham, një grup njerëzish, s'mund ta them të komanduar, por çfarë nuk shkruani. Sot po punsohet një njeri në bazë, i thoni shitur, tradhtar, shkoj ke Rama. E kur bëjnë marrëveshje okulte ata, kur bëjnë ligjin zgjedhor me lista të mbyllura, kur bëjnë amnistin penale, e lënë protestuesit, i lënë pa amnistuar, por nxjerrin ata që dënojnë spaku, jo, s'quhen tradhtarë. Kur ndryshojnë kushtetutën, që japin një peshë kryeministrit që s'ka permi që ta heqi, jo, s'janë tradhtarët. Tradhtarë janë ata që luajnë për bukën e gojës poshtë. Tradhtarë janë ata profesionistët, intelektualët, që duan të shërbejnë familjes, duan të shërbejnë komunitetit, duan të shërbejnë vendit. Këta nuk janë tradhtarë që krijojnë grupe parlamentare, duan të vjedhin nga buxheti i shtetit akoma. Këta nuk janë tradhtarë që shesin e blejnë votën ashtu si do qefi, por me një stil tjetër. Ata votojnë deputet për Partinë Demokratike, ndërsa në parlament ai del antar i grupit Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, çfarë që quhet ajo. Pra atje le të bëjnë pazare, nuk quhen tradhtarë. Se atje i di Berisha, ndërsa këtu në bazë po futen punë, po takove kryetarin e bashkisë për i hall personal apo ashtu quhesh tradhtar direkt. Boll indoktrinuar të popull. I ktheni borxhin, i ktheni pronën, rehabilitoni shtresat e marginalizuara, jepni përndjekur politika atë që i takon, hapni mundësinë dhe fuqinë e një ekonomie tregu të lirë, ku rregullat janë të qarta, të barabarta, ku ligjit funksionojnë një lloj për gjithë, si për atë që ka para, si për atë që s'ka. I jepni hapësirë dhe dritë jeshile i planit tërësor zhvillimor për vendin, ku të bëhen pjesë pronarët, djemt dhe vajzat e këtyre trevave që kanë punuar jashtë dhe duan të kthehen tu. Boll ma përfitoi oligarkia kriminale. Ju i ndërtuat këto 34 vjet oligarkët, se keni parat tuaja aty. Dhe këto interesa u mbajnë të jeni bashkë, të ligjëronit palishkët. Dhe pe bëni bukur. Por populli tashmë ju ka kuptuar. Militantët e Partisë Demokratike mbi 80% ju kanë kuptuar. Ju kanë ngel vetëm një grusht horrash, hajdutësh, që i keni pasur me detyrim për caktim që u vinë mbrapa, sepse ju tunë një dosje. Keni vjedh kaq, e keni vjedh aq. Ndërsa militantë shkret nuk kanë pa ndonjëherë dritë jeshile me ju, apo punë, thjesht ju kanë mbështetur të verbër. Ju kanë ardhur mbrapa, në diell, në shi, në të borë. Janë fut në përburgje për ju. Ndërsa ju sot lëvizni me makinat 200.000 euro. Fëmit nuk dihet nga studiojnë. E lëvizin me miliona dollar. Po do vi një ditë, do të jepni llogari, të jeni bindur për këtë. Të jeni shumë bindur, do jepni llogari. Këtë u a them me plot bindje.